Po jam vllai L1, L2, R2. Po. Ja, kontrolli. Futesh që të shpjegoj vllajin diçka. Ja, më pse ky kishte në fillim unë pashi po nga kamera. Ja ta shpjegoj nga kamera. Kur je ngar, edhe shtyp R3, L2, R3, L2, L3 dhe deli makinë tjetër. Janë kodë, Pastaj zgjohesh je nëndër. Tani e shpjegosh pak po mund. Tani që të jemi edhe të qartë, për gjithë që të jemi edhe të vërtet. Ky timoni nuk është timoni i makinës time, ky është timoni i simulatorit tim profesional që përdor në shtëpi. Pra është timon fënjish jo i vërtet, po si thua, i realizuar 100% në diametër, në gjitha, edhe në mbajtje. Për shembull, keni vënë në Monaco, që janë ato kthesat e forta, çfarë bën pilotët? Por çka kanë këtë pjesën këtu, pra pse nuk është e plotësuar e gjitha? E kapin kështu dhe e kthejnë gjithën. Pra që deri në fund. Po të ndihmon shumë. Kjo pastaj ka shumë butona, DRS, radio, gjitha, apo konfigurimi i motorit, sa e do përzierjen. Domethënë këtu është gjatë flapët, aletonët, gjitha, domethënë ka shumë, po varet si i konfiguron. Ja, këto janë për shumë më shumë te regjimi i motorit, si duhet punojë motori në çfarë regjimi. Këtu pastaj është dhe shpejtësia e kamionit, ose do të jetë kamio e mesme, e gjatë apo e shkurtër. Për shembull, Monaco do të shkurtër, pra i do marshet e shkurtra. Varet nga pista ku je. Nga pista. Ne në malore, garat malore kemi gjithmonë konfigurimin e kambios se kemi të shkurtër, kambio të shkurtër i themi, sepse do marshet, do tork. Po që mos shkoj këtu 5000 gjiro. Kurse Monza i do të gjata, po raportet gjata të marsheve. Edhe pastaj varet si konfiguron në simulator. Atëherë këto janë paddle shifti, këto janë grand marshet. Pra bum. Kjo i zbret. Këto këtu pastaj këtu kemi bllokimin e gomave të para që frenon fort, kurse këtu është freksioni që ndan me të parën. Do thënë praktikisht që ke vendosur të parën në fënjish, e ke me 6300 xhiro dhe e lëshon një çik, pastaj jep gaz gjithën dhe ikën direkt 120. Pa ato dy lart fare. Këto dy lart fare dhe unë asun si di me varet si konfiguron, tani unë nuk jam pilot fënjish, jo që të merrem i vesh. Po imagjino që je pilot i 300. Është tamam si reale. Timoni i makine. Timoni i makine. Ti je me 300 në orë, ke 700 butona, duhet të jesh për 1 sekondë, duhet dish kjo shtyp është tjetër nivel. Piloti është me 720 dhe ka aty një kaq të madhe dhe bë kështu ta. Direkt shtyp atë. Ata ndryshën fare. Ndryshe. Ja, vërtet është po mësohesh kur ti ke mësohesh, familiarizohesh. I ke automatike të gjithë butonat, i di shumë mirë. Profe, me që fillon Formula 1 datë 15. Jemi tani në Prag. Ja, më kjo është jemi race weekend. Qa pret për këtë sezon të ri? Po unë tani për gjërat e kuqe tifoje para punës. Për Ferrari. Përderisa edhe vetë ke makinë të kuqe. Makinën e bleva të verdhe dhe e rapova të kuqe. Dhe me shqiponjë. Me shqiponjë. Unë pres nga Ferrari njërë që të zgjidhin njërë kush do të jetë kaposhi, kush do të jetë gjeli, sepse kemi një Leclerc që është super pilot. Dy gjela. Kemi dhe një super Hamilton që makinat gjitha kështu i lytë, domethënë e merr verdhe, lyt kuqe, e merr zezë. Po tani patjetër se është marketingu, ju e dini që marketingu është shumë i rëndësishëm për ta promovuar, si thosh, dhe e dia shumë mirë që makina kuqe për shembull, më thonë ti je me atë Ferrarin e kuq, që s'ka lidhje fare me Ferrari, po njerëzve i asosohet lidhje, po pra është psikologjike. Unë faktikisht kam zgjedhur këtë kuqen gjak që është e kuqja e flamurit, nuk ka lidhje me Ferrarin. Kemi edhe shqiponjë që edhe shqiponjë. Dhe inicialet e tua. Edhe inicialet e mia GSH. Edhe akauntin e Instagramit. Edhe akauntin e Instagramit. Rrofshit çuna. Promocioni është rëndësishëm këtu. Ka pasë TikTokun, po e hoqi se kemi sa probleme në vazhdim me TikTokun. Po sot është dita që unë sot kemi dita fatale. Sot është ska TikTok fatale domethënë. Nëse po e shihni këtë video, sot është apokalipsi TikTokut. Mos e besoj që punë muajsh ka për të hapur. Normale është diskutoj. As nuk është mbas fushatës. As nuk është mbyll. Profe, mendoj që Hamiltoni do kapi ato limitin e vetë Ferrari apo do jetë tani për të parë. Sporti fënjishit është edhe çështje mosha, sa më i ri je, aq më mirë performon. Edhe Hamiltoni në kohën e vet ka qenë mbreti. 7 herë kampion mbreti. Me të performanca Hamiltonit është në rënje, kurse Leclercu është në top formën e vet.
Plus dhe një dhe më mirë makinën, se ka që në 2019 me Ferrarin edhe ka tjetër konfidencë. Kurse Hamiltoni vjen nga McLaren dhe futet një makinë tjetër, sado prap duhet të marrësh çik dorën. Edhe pse është shprehur që simulatori i Ferrarit është shumë i mirë, edhe makina Ferrari është është më lehtësisht e drejtueshme dhe i përgjigjet edhe kur ndron ekip do i bësh pak qefin këtë ekipit tjetër. Patjetër. Po për mua Hamiltoni ka ardhur më shumë për kartë supermarketing, për ty në pension, për të marrë pensionin dhe për të bërë si puna Cristiano Ronaldo si shkoi te Juventusi. Po kjo është pak shumë shkonde te Barcelona, Ronaldo te Barcelona, kjo kalimi te Ferrari. Tamam, po që shoh Leclerc-un shoh shumë, por Max Verstappen. Max Verstappen s'ka motor tani këtë vit, nuk është makina më e mirë, është 40 më e avashtë. Provat që u bën Bahrain tani treguan që është McLaren makina më e shpejtë me Lando Norris. Lando Norris është nëse menaxhon këto presionet dhe krijon një psikologji më të mirë fitore, kam përshtypjen që mund ta fitojë. Po kështu për shkak ai ardhje e re në një nga këto emrat e famshëm. Kemi Kimi Antonelli që është Mercedesi, është pilot italian, shumë i talentuar. Madje në 2022 kur kemi qenë në FIA Motorsport Games, ne kemi qenë afër, Kimi Antonelli me flamurin italian, unë me flamurin shqiptar dhe kemi bërë dhe muhabet shumë i këndshëm. Atëherë ishte edhe shumë i vogël, se 18 vjeç që ka mbushur tani, sapo mori patentën. Madje Oliver Berman, që është edhe ai pilot i Formula 1-shit, shkoi për të bërë kursin e patentës dhe ngeli. Pra nuk ka patent makine. Vesh sa ka marrë patentën dhe do garojë në Formula 1. Ka super licencën e Formula 1-s, po Oliver Berman, që është po ti ishte pilot i Haasit. Shqipëria nuk do lejote të garote, se duhet marrë patentë. Jo ka dhe dha tani ka qenë një nga skupet më interesante. Do ndalu policia. Më thënë ai s'ka patent me i dhon makinës normale, ka super licencën e Formula 1. Po ndodhet edhe kjo se po shikoja Hamiltonin në një garë që kishte me Kendall Jenner në pasagjere, edhe ikte në herë makina, a kupton se është mësuar me formula apo është tjetër? Shumë mësuar me McLaren ai. Ti fillon nga niveli ekspert dhe ngelte. Edhe shikoja që ikte makina dhe kishte kontroll se i rshiste edhe makina ishte me një GT Benz Mercedes. Ma ka qenë du ka ajo me që është me tek der. Ka qenë dy ranë sy asaj. Po, edhe egzagjeroni çik se të bëjmë këtë historinë e bukur se kur del nga për shumë kur dal nga F3-shi dhe kur hypi te makinat normale më duken kështu si lodra. Po pra, duken. Po përshtypje fare, mund të lodh kështu për qef. Mu i hem, më duk kështu çudi, kam qenë duke edhe ti, me McLaren. Jo, kamion vllai. Kamion çin, se kamion nuk lejohet ja. I ka dhënë Saran derdha prap, kur kam hyp makinë time më dukte kështu sikur isha shtri në asfalt, e ke kështu, aq poshtë. Se isha mësuar gjithë kohën fjalë me kamionin valla. Tani ti ke thën patentën C. Si ke dhon kamionin se duhet C. Kamion çin më burr? Kamion çin. Po. Jo më policia shtetit nëse jeni duke parë dhe ju them se një sekond vllai. Ti ke bën më kamion çin. Po mirë, falni, ka ndodhur para ca vite. Nuk i jap, no. Ndoshta ka qenë ëndër, ndoshta nuk është. Jo, më kam thonë me vërtet. Jemi dhe çik edukativ me ata që po na ishte kamion çin nga ato, timoni do të duhen dy veta për ta kamcën. Edhe C-n madje, sepse jap makinës edhe me karrel, sepse mbar karrelin. Po motorit motorit i jap shumë mirë motorit, po mund t'ja them edhe këtë se kjo është se kam thënë asnjëherë, vjet doja t'i ketë merra patentën e motorit, sepse shkoj zakonisht në Greqi dhe nuk më japin motor me marr me qira, se duam patjetër patent. Po unë motorin dua ta evitoj, nuk dua të hypi. Se shumica e garuzëve edhe në Hill Climb nuk kanë bërë aksidente me makina, por kanë vdekur me motorra. Edhe unë kam kështu si bestytnis, nuk edhe shkova thjesht me idenë me marr patentën e motorit, shkova unë kështu gjas me kampioni. U futa unë aty, e bëra 800 shumë normalisht, po nuk dija pjesën e dytë, pra ishte edhe ishin disa kështu pra do të bëja një vit drejt, par 2-3 do të bëja edhe një rreth. Po unë bëra ato 800 që shumica se bënin, edhe ndalova, tha, ku shko ti ishte i qeros ky që merr i komisionit. Pse ndalove, vazhdo ne tu gërthit. Pse po mirë, thash dakord. Edhe në fund fare më ngeli, tha, pse ndalove atje, tha ngeli, tha nuk e për ta marr. Edhe kam ngel patentën e motorit. Më mirë që të ka ngel. Diu që ngel ti, po. Edhe e ka marr kështu si shenjë nga lart, që s'do të hyj motor. Më mirë që ke ngel. Se bonë të që ka thonë, 300.000 lekë. Do, apo s'do? Belardi kishte bërë ca pyetje të bukura. Po, un kam ca pyetje, un bëj gjithmonë ca pyetje. Jam pyetje idiote komplet. Do t'i përballojmë tani skriptin. Nuk ka pyetje, ne themi neve në universitet themi nuk ka pyetje idiote, ka përgjigje idiote. Kështu që janë. Atëherë të shohim përgjigjet tuaja, me që jeni një pedagog. Unë bëra batut me çpëtutin ti më futën. Ky ishte pra kalim thes.
Okej, a ke provuar ndonjëherë të japësh mësim me helmetën e garave në kokë, siç fillova unë emisionin? Jo, se nuk na lejohet, kemi sa çështje etike, dokumentin etikës si firmosim, duhet të jemi të veshur me kollare, të përshtatshëm. Jo me kostum, po të jemi brenda linjës etikës etike e di. Ti mund vesh kokorën dhe për shembull Flori ka lexuar kodin e etikës që është e katit 2 të katit parë. Ja kërcet me kokorën. Kur dalon semafor, ai shen ndonjëherë shoferët e tjerë si rival të mundshëm. Jenë semafor kështu me dy makina të tjera. Zakonisht kohët e fundit kam xhiruar me makina kështu, jo që çdo një tjetër normal mund të më kaloj. Pra unë zakonisht xhiroj me 500, kështu që. Po pse nuk e bën shoferi makinën? Po, është makina, është piloti. Po në këto draget, në këto kështu nga 0 në 100 me atë 500 time, edhe 100 me biçikletë elektrike mund të më kaloj, kështu që. Ai më rapat do kaloj. Edhe pastaj im startësh zjarr vllai, pastaj do provoj. Aty poshtë. Jo, se kam fare me këta, fare nuk. Kur shkon te universiteti, e parkon makinën si profesor apo si pilot? Si profesor. Madje para një muaji me makinën time, me Alfa Romeo, kishe një cep aty që parkojmë, unë se kisha mendin i rashi çike preka në çik, erdhi ai roja. Qa bon më ti je pilot? Thash unë jam pilot, po nuk jam shofer, thash, shoferi është gjë tjetër. Po s'kam trauma. Pilotin nuk parkon vetëm pilot. Kështu që po mirë, a ke tentuar ndonjëherë të bësh drift te parkimi i universitetit? Jo, asnjëherë, edhe nuk më pëlqen drifti fare. Pëlqen drifti? Nuk e kam. Nuk çeka pyetje për ty këtë. E heqim. Kjo është një pyetje nga ato që po flisni pyetje idiote, po. Jo, okay, pyetje tamam janë. Okej, nëse do kishe një limit shpejtësie për të folur në ligjërat, a do e kishe thyer rekordin? Unë jam te yte pedagogët që nuk flas shpejt, domethënë mundohem që mos t'i lot shumë studentët, Flori e di, dhe t'i jap koncepte praktike. Pra t'i ngacmoj studentët që të inkuriozohen edhe të lexojnë në shtëpi. Jo me i trash aty me slidera, me gjëra, me ngarkesa teorike, por mundohem të jem sa më praktik, kështu që flas avash. Përsëritem dhe interaktoj shumë me studentët, kështu që nuk pëlqen të eci shpejt në komunikim, s'është gjë e mirë fare. Kam provuar me këto që eci 2 orë. Pra nuk do t'i trash studentët. Orën e parë kishim orën e dytë. Po thonë që edhe këta që flasin me avash kanë inteligjencë më të lartë. Bravo. Pra na e uli shpejtësinë e komunikimit tim punë. Pyetja e rrallë. A dhe dojë. Ishte me tendencë. Okej, a ndjen ndonjëherë dëshirën e papërmbajtshme për të futur me shpejtësinë kthes edhe kur shtyn karrotën në supermarket? Po kjo është e vërtet. Neve që bëjmë gara kemi gjithmonë trajektorën kokë, dhe unë kjo është e vërtet. Se kam kujtoa një student, biles po më rinte nga mrapa, unë se kuptoja. Unë kur zbres shkallët ekonomikut, i zbres shumë me trajektore, pra shkoj jam gjithkohës majtas dhe futem edhe bëja kështu po në mënyrë komplet edhe. Profesor tha, ndjes tha, po pse im ktheni kështu tha, ai se dinte, çfarë është kjo kështu, domethënë se s'ka lidhje fare. I thash unë jo, ndjes ti thash, po thjesht kam ca trajektorin kokë. Futi qesh me ai, tha, paska ikur. Çka ka dalë? Pra unë këtë race line-in e aplikoj edhe duke ecur, edhe por shumë që se do dal atje bëj kështu si ti për race line. E diti. Prandaj kur u futet këtu i re. Mori kështu. Ai ka thonë me vete, bën sens që je pedagog. Po, smundje profesionale. Okej, dhe pyetja e fundit. Gjo tani. Kam i dasëm tash në korrik. Duhet po treshi? Ata më treshin. Marrim atë makinën, shën marrim lutën e vlla. Po çështja është se makina ime është Të ri para, është një vëndshe quhet. Do ta hyjësh nusën është pyetja. Një makinë tjetër për nusën dhe dhëndrin, është mbrapa, ti e para dhe je. Atje mund tani që jap gas. Ti e për hapi, që i bie buriz gjithkohë, ka buri jo. Buri do. Dhe sa jo më Jo, vetëm që mund të improvizojmë burinë është të japim gas fort. Po më tani duhet i dasëm shumë me Formula 3. Po përdojnë korrike kemi, martohet. Jo, shoku jot. Po, shoku i ngushtë martohet. Po pse më kaq shpejt shoku jot? Ka 7 vite, 8 vite, ma 28 Benardi tani u plak. Po tani ka shoku jot, martohen me njerëzit 20 ca vjeç. Vlla kanë me jeni dy më thonë bëjnë karrierë, bëjnë buxhete, të sigurojnë. Benardi do thotë bëu gati. Ku do ikë? Po a do ikë me makinën? Do ikë, pse ku do shkoj? Jo, po vishin gjithë ata më si duhet. Pa. Prapë, hajde. Kërpun që ta tregosh edhe në fakt dorezat janë të fundit që duhet vesh. Filloj. Dorezat janë të fundit. Fier këtë një të bardhë. Atë, kjo e bardhë është kapuçi që përdor kapuçi. Kujdes tani. Se po vëllë në kokë. Të mund ta përdorësh. Vetëm vish, komentet leri, vetëm vish. Po, një sekond, për mund arrin jashtë gjithmonë për aerosi.
Tani bukur, super. Kokoria. Ja pa, si po na. Tunja Direkt kokos rregull. është. Tani, doreza që ta dini ju, që vishën gjithmonë të fundit, sepse duhet kokoria në fillim. Doreza. Do të ekspert kota. Janë kundra zjarrit. Se kështu na thanë, në po të marrë zjarr. Qofse Dhe ato doreza edhe për shefat e kuzhinës që gatujnë janë. Ato doreza nuk janë dosi, do bëjnë 130 euro. Janë jo të lira. I përshtaten formantit. E mos harro të bësh edhe këtë lëvizjen kështu. Bernard. Po, edhe gati lëvizjen e për fundit. Për të filluar. Kape atë timonin. Bravo, ha, Merr dhe timonin edhe ikim Tani, gati Floro? timonin lart, si e di, ke parasysh si mahet vet. Atë. Përthy çik durë. Prit çik tash. Një freksionin, bravo, freksionin shumë mirë. Jam i zgjuar. Gazin 3 Atë sa vash. Bernard, kanë nik pilotët e tjerë. gazin 4700 xhiro. Dhe Çoje të parë. Kush ishte gazi? O Bernard, thjesht Gazin e ke poshtë. Gati? Nosin. Kaq që marrë. Ky është shembull që çdo mashkull mbetet 5 vjeç gjithë jetën e tij. Mjaftojnë vetëm këto pasione të vogla. Un kam timon Formula 1 në dorë. Po me të nderojmë që ishe këtu. Faleminderit juve që Edhe urojmë që ftuat. çdo garë të shkojnë bar për ty. Ne do jemi aty prapë për të provuar diçka, ndoshta edhe me makinën kur ta kemi. Pak më nga afër. Me shumë kënaqësi.